Ka disa histori që koha nuk i zbe, por i kthen në gur themel të mirënjohjes. Gjakova, qyteti i kulturës dhe traditës, po bëhet gati të kthen në histori një falënderim monumental. Shoqata e intelektualëve Jakova dhe rrjeti intelektual shqiptar kanë zyrtarizuar nismën për ngritjen e obeliskut të presidentit Woodrow Wilson. Ky projekt që shënon 250 vjetorin e SBA-s vjen si mirënjohje për mbrojtjen e sovranitetit shqiptar në Paris. Për të shpalosur peshën e këtij projekti, na flet ideatori dhe kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, profesor Rushdi Sefa. Shoqata intelektualëve Jakova, personalitetin e presidentit e 28 të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Woodrow Wilson, e ka në mendje gjithësisht në kujtim të aktiviteteve të saj prej vitesh. Ne kemi shënuar edhe 95 vjetorin edhe 100 vjetorin të Ndjerit. Vlera e tij në vendimin e prerë të tij si president gjatë kohës së mbajtjes së konferencës së Parisit, kur fati i Shqipërisë ka ardhur në diskutim që të glaberohet prej fqinjve, e ka bërë atë që me qenë në qendër të vëmendjes dhe mos me u harru kurrë në vëmendjen e kombit shqiptar. Nga ideja të jetësimi, ky projekt merr drejt përmes financimit të koordinatorit të rrjetit intelektual shqiptar, Agim Dedaj. Me momentin e dhënies së propozimit ka shoqata intelektualëve Jakova, do të thonë për mua nuk ishte diçka e rastishme, vendosja më njëhershme që ta bëjmë këtë obelisk, të e ditë rolin dhe rëndësinë, të fillu prej Woodrow Wilsonit, edhe të shku deri te lufta e fundit në të cilën i tim njerëz të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Kërkesa zyrtare tashmë ndodhet në komunën e Gjakovës, ku pritet të përcaktohet lokacioni publik për obeliskun. Në një kohë kur historia shkruan kapituj të rinj, Gjakova zgjedh të ruajë në gur kujtesën për një mik që la gjurmë në fatin e shqiptarëve.